Ibadeti ka dy anë, e ka dhe sasinë dhe cilësinë. Shpesh na tu marrë me sasinë, po harrojmë cilësinë. Domethënë, cilësia e ibadetit, kjo është nëse këshyrim namazin nafile, ato gradat më e vogla dhe më e larta, kjo është domethënë aty ka fillimi, hala ka më mirë. Ama 25 minuta ose 30 minuta, edhe 30, 8 reqat. Ndaj, keni kujdes përveç sasis, ban edhe cilësin. Edhe cilësin kujdes. Kjo nuk ishte kjo vetëm një këshillë e thjesht. Vetëm një këshillë e thjesht. Ajo që po du me përmend, i kemi domanja 7 minuta kohë, është që në dashë vëllezër, kur të binin sejdë, dine ku jeni të ira. Allahu Gjeleshanuhu e ka përmend një ajet kuranor, ka thonë, fama dhannukum bi rabbil alamin. Çka mendoni, çfarë mendimi keni ju për Zotin e juaj? Çfarë mendimi keni për Zotin? Musa a.s. kur ka shku te faraoni, pyetjen e parë që ka bon faraoni ka thonë kush është Zoti yt? Të njëjtën pyetje ka më na bon Allahu xhele apo melaçet, Zotin e marrë përmes melaçeve në varr. Pyetja e parë dini është kush është Zoti yt? Tash, nëse takohesh ti me një jo musliman, edhe ai të thotë ti apo tu vetës musliman po, kush është Zoti yt? Gjëja e parë që duhet me pas parasysh në fe është me ditë kush është Zoti. Me njoft Allahun ç'është duhet, jo vetëm me njoft sipërfaqësisht, po me njoft ç'është duhet. Masi tani ç'është duhet Allahun, e don Allahun. Masi ta don Zotin, ja kryen obligimet e Zotit, ama ja kryen me qef, se jetu e dasht. Pse jetu e dasht? Se jetu e njoft. Kur ja kryen ibadetet ç'është duhet, atëherë edhe shpërblimin e merr ç'është duhet. Të ndërruar vëllezër. Vetëm po du me i dhonë vetëm dy shembuj nga aspekti i shkencës. Kush është Zoti jonë? Që na ka zgjedhur Allahu me i ranë sejdë. Ata që e njohin mirë shkencën, thonë kështu. Ylli më i afërt në galaktikën tjetër është 4 vjet larg shpejtësi dritës. 4 vjet larg. Shpejtësia dritës është 300.000 km në sekond. Që si galaktika, ma i ngati është 4 vjet shpejtësi dritës. Që si galaktika ulemat kanë zbulu 100 miliard. Galaktika të tilla me largësi. Krijuesi krejt që tyne është Allahu. Kursia Zotit në krejt çdo galaktika, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është si një hall ka po një unaz e gjujtur në shkretin. E arshi Allahut, arshi alaja, në krahasim me kursinë e Zotit, apo kursia më falni në krahasim me arshin, që është arshi më i madh, është sikur se me gjujt një hall ka po një rumullak të vogël, prapë në shkretin. E arshi çka është? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë është kupa e krejt krijimtarisë Allahut. Sani më i madh. Është kupola e xheneteve. Ky Zot është çaj që ty të ka zgjedh në mesin e krejt krijesave, krejt planeteve, e krejt yjeve, që secili yll kallët digjet në vete pa u sos kurr, siç ban dielli që nuk soset. Allahu është krijuesi tyne dhe ai që mirëmban veç me fjalën bëhu janë bë. A din ti kush është Zoti yt? Është Zoti të cilit melaçet, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka shku në qiell, i ka pa melekët, e ka pra Ibrahimin alayhi salam kur e ka taku në qiellin e 7. Të pështetur për Beitul Ma'mur, i kanë thonë ja Rasulullah, çka është Beitul Ma'mur? Ka thonë shtëpia ku melaçet bëjnë tawaf. Pej kur e kriju dunjaja deri në kiamet, çdo ditë bëjnë 70.000 melaçe tawaf çat vend. Edhe ma nuk ju jepet mundësia për s'dyti deri në kiamet. Qatë shumë që Allah ka melaçe në qiell, ja Rasulullah, që ka shumë ka melaçe apo? Nuk ka thënë qiell, me një transmetim vend sa 3 gishta, me një transmetim sa një plam,
e mos tjetë një melek duke i ra, duke qëndru në sejdë, ose duke qëndru në rëku, ose duke ba dhikr të zbih, Allahun Azza wa Jall. Kur të bëhet dita kiametit, kur Allahu Gjeleshanu ju nën me kry ibadetin, se po bëhet kiameti, me gjithë kena mu shkatru në atë kohë, me meleke me kretë, kanë mi thonë Allahut Azza wa Jall kur ta çojnë kryt prej sejdës, o Allah, na fal, se s'të kena bo ibadet sa ke meritu ti. Që Zotë që të ka zgjedh ty me pak ibadet me fitu xhenetin. Ama nuk e fiton me veprat tua, e fiton me rahmetin e Allahut. Veprat Allahu i lyp prej neve vetëm thjesht për praktikisht me na bind sa po i nënshtrojmë dhe sa thjesht e kemi llafe goje. Zoti i di zemrat e njerëzve. Por mas shumë ti thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e do arsyetimin është Allahu. Që mos më hyn hak kërkush mos më thonë o Zot, pse mund dënove? Që praktikisht ka qenë në dunja. Ka mund me na çut direkt në xhenet ose në xhenem. Ky është Allahu që të ka zgjedh ty. A dini se Musa alayhis salam i ka thonë Allahu të xhel ka kërkuar nga Zoti një kërkesë, thot çfarë është ajo? Thot mos më kritikojnë, mos më ofendojnë. Allahu xhaleshanu e ka kthy Musa alayhis salam o rob jam. Ata mu po më kritikojnë. Mu po më gjojnë mangësi, sipas tyne, se Zoti është i patmeta. Edhe unë po i duraj. Allah i duran kret. Allah i jep shit, mirët e të keqet. Allah i jep rrezik, mirët e të keqet. Allah ja ka mundsu i kalon të lirë njerëz me zgjedh ka dojnë. Ka mujt Allahu xhaleshanu me i bën që kemi obligim me marr frymë. A ka njerëz që mund me jetu pa marr frymë? Allah i ka obligu për me mbjetu në mënyrë të natyrshme me marr frymë. Ti flan, ama me marr frymë. Kështu në xhenet Allahu xhaleshanu sa për dobi ke jashtë temës, ka më mundsu besimtarëve që me bë tasbih, dhikr me bë në xhenet natyrshëm. Non-stop me bë dhikr çish marrin frymë këtë botë. Qysh Allahu ka obligu frymarrin për me mbjetu, ka mujt me obligu besimin për me mbjetu. Je musliman, jetan. Si je musliman, desesh. Po Zoti nuk e ka bënë gjë të tillë. Për çka? Me i lën njerëzit të lirë, sepse Zoti ka thënë Kur'an, kush dolet beson e kush don mos beson. Por kjo nuk nën kupton që ti, hajt se s'ka gale, jo. Nëse nuk beson, është një vend i caktuar atje. Edhe nëse beson, apet është një vend tjetër i caktuar. Ky është Zoti yt prej Ademit alayhis salam. Prej njerit parë, deri tek i fundit. Edhe prej gjinëve të parë, deri tek i fundit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse do të mlidheshin tërë krijesat, edhe do të kërkonin nga Zoti xhaleshanu të gjitha kërkesat e tyre, derisa t'ju sosat imagjinata, edhe të bashkohen të gjitha imagjinatat njëra mbi tjetrën dhe të kombinohen njëra me tjetrën, dhe të kërkonin nga Allahu xhaleshanu të gjitha gjanat, a ditë sa do të harxhonin nga pasuria e Zotit, apo nga magazinat e tij, sikurse një xhilpër që futet në det, jo në gotë, në det, pastaj nxirret, aq kishin me harxhuar nga pasunia e Allahut fuqiplot. Ajo xhilpon pejgamberi alayhis salatu wasalam konkretisht e ka përmend xhilponën e çka ka një kuptim këtu. Sepse xhilpona është e përbërë prej një hekuri, po e quaj hekur ose e dini ma mirë se unë, të lëmuar, i cili edhe nëse hyn ujë dhe nxirret prej ujit, duke dalë prej ujit veç ai uji, prap kthehet ku ka qenë. Që e me kuptu se sa do që neve na jep Zoti, ai është El Ghani, i pasuri që nuk i shterët pasunia. Të ndërrum vëllezër, keni nderin me i ra Allahut në sejdë, i cili është Zoti i vetëm që nuk ka lind. Është Zoti i vetëm i cili nuk vdes. Është Zoti i vetëm i cili nuk ka nevojë për me ngrënë me pi, që nuk ka nevojë për shërbimet e njerëzve, që nuk ka nevojë me majt Zotin na gjallë, stakfirullahi alazim. Është i vetmi Zot i vërtet, prandaj la ilaha illallah, domethënë nuk meriton adhurim hakikat, se ti mund të adhurosh këndush, ama hakikat nuk meriton askush pas Allahut, i cili nuk ka lind nga askush, se ka lind askan, s'është baba, se vlad i kërkuj. Është i vetmi pa fillim, i fundit pa mbarim. Kjo është nder për ty. Edhe kur ta ka obligu namazin, ta ka obligu agjërimin, nuk e ka bë për me pas ai përfitim, e ka bë për me pas ti përfitim. Zoti ka qenë Zot para se me na kriju neve. Ka qenë Zot masi na i ka bë obligim ibadetet, dhe do të jetë Zot masi të na çon në xhenet ose ata jo besimtar në xhenem. Ku ke pa ti? Dikush me të bë mirë, pastaj ti mja kthy ati me të mirë, në fakt ai mos me përfitu prej te, po ti me përfitu. Ti kur falesh, kush përfiton? Mos përfiton Zoti për namazit tënë.
Jo, vallahi jo. Pasha Allah i përfiton tipi namazit tanë. Edhe Zoti të falendron. Qysh falendron? Ta jep xhenetin. Kur ti falesh, ai ta ka obligu. Ti obligimin e Zotit për çan vend. Pastaj Zoti kur thot ty faleminderis, po të thot, që o robi jam që ti u fale, ty po ta kthej shpërblimin. Unë s'kam nevojë për shpërblimin tan. Sa e Zot apet. Prandaj të ndërum vllazën, na ka ndërua Allahu Azza A dini që besimtarin, çat Zoti e da, sa edhe nëse e dënon. Edhe nëse e dënon, e ka dënu nga mëshira e tij. Ta shpjegoj pak. Ndodh që Allahu Xhaleshanu dikuj ja fal gjunat, po dikuj nuk ja fal. Sepse ka mush një limit që duhet me dënu. Çka i bën? E dënon këtë botë. Për çka? Për me shpëtuar në botën tjetër. Edhe atëherë kur dënon, rastësisht nëse dënon, e ka një hajër për ty. Andaj mos u idhna me Allahun. Bëhu si ai besimtari që çat shumë e ka dash njëri për ulemave. Allahun Xhaleshanu sa ka thonë o Zot, atë shumë du ty. Sa edhe me mquti në xhenem, unë prap du. Edhe dal, ligjeraj para banorëve të xhenemit edhe ju kallëzoj se sa i dashur edhe i mirë je ti o Zot, banorëve të xhenemit nga dashnia që kam për ty. Prandaj të dashur vëllezër, çish do që të ndodh? Çka do që të bjen jeta me sfidat e saj, dije se Allahu Xhaleshanu është më i mëshirshëm për ty se sa ti për veten tonë apo printet tu për ty. Dije çeta. Sepse Zoti Azza wa Jall më mëshira i ka nal për vete, një ka ndan mesën e gjitha krijesave insan edhe gjallësa tjera, të cilat shërbehen dhe bëhen rahmet njëri me tjetrin, Allahu më i ka nal për vete. Prandaj kur të bani ibadet, kur të çani mu fal, kur të çani më agjëru, mos u bën demel. Kur të jep sadak, mos u bën demel. Mos dhimbet se jetë dhon për vete, tu e çun në vend urdhin e atij i cili me të cilin jemi krenar që e kemi Zot. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah wallah, që ne ke bë rob të tu që veç ty të bim sejdë edhe nuk të shoqërojmë askënd. Allah e shpëbleft, Allah ne pranoftë ibadetet tona, walhamdulillahi rabbil alamin.